Zgjoje fuqinë hyjnore brenda teje, ti je i zgjedhur pas 2000 vjetësh. Sot do të flasim drejt për drejt në shpirtin tënd. Sepse ti, pikërisht ti që po më dëgjon tani, je i zgjedhur. Pas më shumë se 2000 vjetësh, një vull shpirtërore po thyet. Një vull që ka mbajtur të fshehur një fuqi të jashtëzakonshme hyjnore, të cilën Zoti e ka mbjellë brenda teje që nga dita e lindjes. Kjo fuqi quhet fuqia hyjnore. Kjo fuqi nuk është një talent i fituar me mundim njerëzor. Është një dhuratë e pastër nga Perëndia, një forcë e fuqishme, shpërthyese që ndryshon realitetin, që bën mrekulli dhe që jep autoritet qiellor. Një identiteti i të zgjedhurit. Ti nuk je një njeri i zakonshëm që jeton një jetë të zakonshme. Ti je bartës i një misteri qiellor. Që nga krijimi yt në barkun e nënës, Zoti ka vendosur brenda teje një farë të fuqisë së tij, fuqinë hyjnore. Kjo nuk është diçka që e meritove me veprat e tua. Është një dhuratë e hirshme, një trashëgim qiellor që të është dhënë sepse ti je pjesë e një plani shumë më të madh. Pas 2000 vjetësh nga ardhja e Krishtit, koha ka ardhur që kjo vull të thyet. Koha ka ardhur që kjo fuqi të dalë në dritë. Imagjino për një çast, brenda shpirtit tënd ka një thesar të fshehur, si një diamant i madh që ka qenë mbuluar me pluhur për shekuj të tërë. Tani pluhuri po fshihet. Drita po hyn. Dhe ti po fillon të ndjesh dridhjen e parë të kësaj fuqie të madhe. Ti je i zgjedhur. Mos e nëmblerëso këtë thirrje. Mos thuaj, unë nuk jam i denjë. Sepse nuk është për denjësinë tënde. Është për hirin e Perëndisë. Fuqia hyjnore brenda teje po zgjohet tani. 2 shenjat që tregon se ti e mban këtë fuqi. Si mund ta dish nëse ti je një nga ata që mbartin këtë fuqi hyjnore? Zoti nuk të lë pa shenja. Ai ka folur me ty nëpërmjet përvojave që ke kaluar. Ja disa nga shenjat më të qarta. Së pari, lodhja e thellë shpirtërore. Nuk është lodhja e zakonshme e trupit që zhduket pas një gjumi të mirë. Është një lodhje që vjen nga thellësia e shpirtit, sikur të mbash një peshë të rëndë pa e kuptuar. Trupi yt ndihet i lodhur sepse shpirti yt ka qenë duke mbajtur një fuqi të pazgjuar. Së dyti, valët e emocioneve të papritura. Lot që rrjedhin pa arsye të dukshme. Një gëzim i papritur ose një trishtim i thellë që të pushton për disa çaste. Këto nuk janë dobësi. Janë shenja që shpirti yt po pastrohet dhe po përgatitet për diçka më të madhe. Energjia e fuqisë hyjnore po lëviz brenda teje. Së treti, intuita e fortë dhe ëndrat e gjalla. Ti ndjen gjërat para se të ndodhin. Ëndrat e tua janë plot me simbole dhe mesazhe. Ti ke ndjesinë se diçka e madhe po vjen shumë kohë përpara. Ky është zëri i frymës së shenjtë që po të përgatit. Së katërti, ndjesia e mospërshtatjes. Bisedat e zakonshme të bezdisin. Mjediset e zakonshme, argëtimet e kota dhe marrëdhëniet pa thellësi të duken të padurueshme. Kjo ndodh sepse shpirti yt po rritet dhe nuk mund të qëndrojë më në nivelin e vjetër. Ti po thirresh në një dimension më të lartë shpirtëror. Nëse ke përjetuar edhe vetëm një nga këto shenja, dije këtë, ti je bartës i fuqisë hyjnore. Zoti po të flet ty sot. 3. Lidhja me shkencën, valët e trurit gamma. Le të shohim edhe anën shkencore të kësaj çështjeje. Zoti ka krijuar trurin tënd me një frekuencë të mrekullueshme, valët e trurit gamma. Këto valë janë më të shpejtat që ekzistojnë në tru. Ato lidhen me mendimin e thellë, me kreativitetin e lartë, me intuitën e fortë dhe me lidhjen shpirtërore. Te fëmijët e vegjël këto valë janë shumë aktive. Ata shohin botën me mrekulli dhe me lidhje natyrale me qiellin. Por me kalimin e viteve, jeta e sotme, shkollat, stresi, ekranet dhe zhurmat e botës i shtypin këto valë. Truri ynë mbetet i bllokuar në frekuenca më të ulta. Zgjimi e fuqisë hyjnore kërkon pikërisht rikthimin e këtyre valëve gamma. Kur ato aktivizohen, truri yt bëhet si një instrument i mrekullueshëm që mund të marrë mesazhe nga fryma, të shohë vizione dhe të veprojë me urtësi hyjnore.
Shkenca po vërteton atë që shkrimi I shenjtë e ka thënë prej kohësh. Perëndia ka vendosur brenda nesh një kapacitet të jashtëzakonshëm që pret të zgjohet. 4. 3 fazat e zgjimit të fuqisë hyjnore. Zgjimi I kësaj fuqie nuk ndodh brenda një dite. Është një proces I bukur por ndonjëherë I vështirë që kalon nëpër 3 faza. Faza e parë, faza e fjetjes. Këtu fuqia qëndron e fshehur si një far nën tokë. Ti ndoshta ke ndjerë një thirrje të vagët, një pakënaqësi me jetën e përditshme, por nuk e ditur çfarë të bësh. Kjo fazë është e nevojshme. Zoti të mbron duke e mbajtur fuqinë të fjetur derisa të jesh gati. Faza e dytë, faza e çrregullimit ose shkatërimit të vjetër. Kjo është faza më e vështirë. Jeta jote mund të duket sikur po prishet, humbje pune, prishje marrëdhëniesh, vështirësi financiare, krizë identiteti. Gjithçka që të mbante në zonën e rehatis po thyet. Mos u tremb. Ky nuk është shkatërim I vërtetë. Është përgatitje. Zoti po e zgjeron enën tënde, po të bën më të fortë, më të pastër dhe më të pjekur për të mbajtur fuqinë e re. Faza e tretë, faza e veprimit ose manifestimit. Këtu ti del nga shkretëtira. Ti fillon të veprosh me autoritet hyjnor. Shenjat dhe mrekullit fillojnë të ndodhin përmes teje. Njerëzit tërhiqen nga drita jote. Ti flet me siguri, vepron me fuqi dhe jeton me qëllim të qartë. Fuqia hyjnore tani është zgjuar dhe po rrjedh lirshëm në jetën tënde. 5. Pse u mbajt e fshehur kaq gjatë? Zoti e mbajti këtë fuqi të fshehur për të mbrojtur ty. Nëse do të zgjohej shumë herët, mund të dëmtonte ose të çonte në mendje madhësi. Ai të mbrojti nga keqpërdorimi, nga sulmet e armikut dhe nga njerëzit që do ta shfrytëzonin këtë fuqi. Ai priti derisa ti të bëheshe mjaft I pjekur për ta mbajtur këtë peshë të rëndë. Tani koha e Perëndisë ka ardhur. Ti je gati. 6. Çfarë të bësh tani? Thirrja për veprim. Tani është momenti për të vepruar praktikisht. Së pari, praktiko çdo ditë heshtjen e shenjtë për të paktën 7 minuta. Fik telefonin, mbyll syt, hiq çdo zhurmë të jashtme dhe çdo mendim të tepërt. Thjesht rri I qetë para Perëndisë. Në këtë heshtje, fryma do të flasë me ty dhe valët e trurit do të fillojnë të sinkronizohen natyrshëm. Së dyti, deklaro çdo mëngjes identitetin tënd të ri me zë të lartë. Unë jam I zgjedhur I Perëndisë. Fuqia hyjnore është zgjuar brenda meje. E vjetra ka ikur, e reja ka ardhur. Unë ec me autoritet, me fuqi dhe me hir. Së treti, mund të përdorësh tinguj audio që ndihmojnë në sinkronizimin e trurit dhe në rikthimin e valëve të duhura, sipas kërkimeve shkencore. Përfundimi, ceremonia e zgjimit. Tani mbyll syt për një çast dhe merr frym thellë. Vula shpirtërore është thyer. Fuqia hyjnore brenda teje po zgjohet tani. Ti nuk je më ai që ke qenë. Ti je një enë e re, e mbushur me fuqinë e frymës së shenjtë. Çdo lodhje e vjetër po largohet. Çdo frikë po shpërndahet. Ti po del nga shkretëtira dhe po hyn në kohën e mrekullive. Ec me guxim. Flit me autoritet. Shëro, çliro dhe jep jetë. Sepse fuqia e Perëndisë tani rrjedh nëpër ty. Amen. Falenderoj që ishe pjesë e këtij momenti të shenjtë.